Anis Mehmeti ka qenë padyshim personazhi kryesor I ndeshjes që Bristol City fitoi me shifra 13-0 ndaj Sheffield në fundjavë në Championship. Sulmuesi shqiptar shënoi gol dhe asist, goditi shtyllën dhe krijoi një mori rastesh të rrezikshme para portës kundërshtare në këtë duel. Ndaj nuk është rastësi që ai ishte lojtari më I vlerësuar I ndeshjes sipas statistikave nga SofaScore dhe përfundoi dhe në formacionin e javës për kategorinë e dytë angleze, por vetë futbollisti mendon se mund të kishte bërë shumë më tepër në këtë sfidë. Unë me shumë mundësi mund të kisha shënuar 3 apo 4 gola, e di që duket çmenduri ta thuash, por ka të bëjë gjithçka me lidhjen që krijon me të tjerët për krah dhe unë me Tuini dhe Riz e kemi bërë një gjë të tillë, ndaj shpresojmë të vazhdojë kështu. Jemi të pamposhtur prej 5 ndeshjesh dhe kemi qenë në formë të shkëlqyer. Duhet të vazhdojmë kështu. E dim që Championshipi ka një sezon të gjatë dhe gjithçka varet nga seria pozitive e gjatë radhazi, po e bëjmë diçka të tillë aktualisht, tha vetë Mehmeti pas ndeshjes.